Tirana vijon të jap shenja jete ndonse nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 kundër Vllaznisë në javën e 17 të Abisnes Superiores. Bardhëblutë dhe pse dominuan klasikën për pjesën më të madhe të lojës u mjaftuan me një pikë që kurse si nuk kënaq trajnerin Ardian Uiu që për Otoshër Sport theksojse të tjetë meritoni më shumë. Mendoj që atë që dhanë të shunat merituan më shumë. Duke parë kundërshtarin pastaj për ballë, duhet të menaxhosh ndeshjen. Më pëlqej shpirti luftarak të skuadrës, i djevë. Nuk duhet të theksoj se në skuadrë kemi futbollistë të rinj me perspektivë jashtëzakonisht të mirë. Normalisht që ju duhet punë atyre. Mendoj që e mbyllëm shumë mirë kundërshtarin, nuk e lejuam që të krijon raste, do të thonë edhe ato momente kur ka rrezikuar kanë qenë vetëm ato 2 penalltit, kurse ne me pak përqendrim më shumë tek ato 2 rastet në pjesën e ditë, siç ishte me Voglin dhe Rafën, mund ta merrnim 3 pikë. Vllaznia vijon të humbas kontaktin me krijon e klasifikimit duke dërguar në 6 numrin ndeshjeve pa fitore në Superiore. Në optikën e trajnerit Didi Martini, ku që bludhe pallën të vështirë të përmbysnin Tiranën, pasi sipas tij kryeqytetat se luajtën të ngjeshur në prapavi. Po e para që si janë maksimumin tonë mundshëm. Shkojmë deri 30 metrash të fundit, mandej nuk jena qartë. E dyta sot ishte edhe për merit Tiranës, sepse ishte shumë mbrapa, lutë komplet ekipi Masnis topit, ishin shumë ngjeshur. Deri 30 metrash në fund shkojmë qartë, kontrollojmë lojën, kena mundësi mandej aty duhet më agresivitet për ta bërë golin. Goli nuk bëhet golli. Kjo goditje rrezikshme, por shkon jashtë.